që thot tash, raport kreut madhor, vendi Tiranë, Bekim Berisha, Divizioni Adem Jashari, Zona Operative numër 1. Kështu që veç kine parasysh Zona Operative numër 1. Na flasim zona ati, zona këti, po zona operative numër 1. Në rregullat e UÇK-s ka qenë Kosova. Nërsa këto tjerat ka qenë 9 zona. Pastaj, dikon ma vonë, masi që zona operative 2 dhe 3 nuk u funksionalizu dhe nuk kishim u zotum që nuk do të ndezim, pastaj këto 9 zonat janë shëndru në zona. Ku ka qenë e parapone zona 2 dhe zona 3? A zona 2 vazhdojt pastaj. Mbi udhëtimin e qëndrimin në shtetin Am, si dhe Sloveni tranzit, mbas dëshpërimit, mbi artikujt lënda e njohur, organeve, inqizim videokamerë, nuk e di që o konë kjo, po Diku ekziston. shkurja ime atje, gojarisht, por edhe me shkrim, të jetë e argumentuar. Nuk kam menduar t'i bashkoj sepse nuk pranun. Çmimet të jenë të shtrejta dhe malverzime klasike profituese. Është fjala kur ka shku në Sloveni me bisedu me ata shokët e veta, me kolegët vetë, me disa shqiptarë, me kratë, është demoralizu sepse Nuk i ka dalë ashtu siç ka prit. edhe kanë rejt, edhe çmimet ju kanë dukë shtrejta. Si dhe, po thot, ka pas shumë biseda kafeve, fjalë pa kujdesshme për çështje ushtarake, kam kërkuar që kanë dërguar me shkrim dhe numër sasi, me thanë se nuk kemi, nuk posedojmë, është një nevzeti atje në Kroaci që na ka rrejt neve, për thëmë publikisht. A bëhet fjallë për ato që përmen? I ka marrë parët edhe s'ka pru armët. Dhe njëti thoshte, jo, fajtor është Tonçi, fajtor është Toni, e kështu me radhë. Ka akuzu këta aktivistat e tjerë. Po si do qoftë, aje ka pas për detyrë dhe këta tjerë unë nuk muj me folë kur gjë për ta se unë nuk di. Me fjalë ti ka shkru. Jo, ky ka folë me ta. Ta ne thot, të gonë se si, kush ja ka vle biletën, për shembull thot, në nisje kam qenë i stimuluar nga zoti Zek, edhe Shaip, për pos biletës këthyse, Rinas Ljublan, nga zoti Shaip, janë ngarkuar me 1.000 marka gjermane, si dhe 500 nga zoti Zek. Do të fjalë për juve ja dhe kemi dhënë për shpenzime. Për Shaipin për këtë bëhet fjalë? Po, dhe Shaipi ka qenë pjesë e Shaip kushi? Shaip Muja. Ka qenë nga kumbile me i nejt afer. Bekim Berishës. Sepse Shaipi, du të them që Bekim Berisha dhe Femilla Druvsi kanë qenë shokë edhe e kanë desh njëri tjetrin. E Shaipi është nipi Femilla Druvsit. Po edhe ka qenë aktivist i Jonit në Tiranë, edhe ka pas në anën tjetër biznesin e vetë me ilaqe dhe depon e ti, na kemi shfryzu, depon e ilaqeve kemi shfryzu për ta na
çështjet që na janë dashur. Nevoja tu që Edhe kemi shfrytzu gati ka njerë edhe për zyrë, për takime, për biseda. Edhe tregon tani që ka kush sa lek i ka dhonë, ka qenë i shoqëruar, po thot, me Idris Makishin kam qenë i shoqëruar nga Obria, prefektura Drenica, non-stop. Gjitha takimet atje, po thot, kam qenë i shoqëruar nga to. Mbram me 14/6 nga zoti Zek, 100 franka zvistrane, ka bote detaje, si janë të parancishme fort, po masi po lypi, si dhe 200 dojshmark nga zoti Bujar. Zoti Bujar është konë i ngarkuar në depo dhe ka bo transport të armatimit, të Bujar po drim shakun nga Novosela 5, dhe armatimin që është ngarku, atë natë që kanë marrë Ilir Konushev, që është ngarku tek depoja që ka qenë mbi këshyrit Bujarit. Kanë qenë këto mjetet të organizatës. Mjetet kanë qenë që i keni... Mjetet që i kemi ble, po... Po dhe këto që i përmend Bekim Berisha? Edhe këto që i përmend Bekim Berisha? Atë Bekimi po unë thash se e përmeni Bujarin. Bujarit i kom thonë jepja 200 euro, se tash edhe na e kemi pas i hierarkije dikon, po dikon s'ka dhesa. Kam bisedua, po thot, me 2 shqiptar donator nga Malësia në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, tregova se vetëm ushtar jam, si dhe nuk kam nevojë për asgjë, sepse kemi rregull të kujdesemi për UÇK-n, e këta janë Zeka, zotri Zeka, si dhe Daja, ashtu e vendosën, si thanë që dëshira e tyre është të ndihmojmë UÇK-n. Treguan nga biseda e sidomos unitetit kombëtar. Nuk ju lanë anash pa platforma UÇK-s dhe ju në viset e banuara jashtë Kosovës, se kjo është një humor se nuk jeni por duhet, se ka shkru kë me kode, e ka përmenë edhe telefonat që ja kanë lyp ata, me adhonë. Vlerësimi i lirë personal, nuk kisha mundur as psikikisht e as fizikisht të përballoj punën e zotrinjve Zeg dhe Daj. As një javë. Shumë e vështirë, e rrezikshme, shumë e mundimshme, dhe vëlla që ditëm edhe turprohem, edhe pys veten, o Zot, se çfarë nerva i kanë dhe si i përballojnë rrethonave të tilla e nuk janë shmendur ende. Me vjen gjuna shumë kur morali është deklaruar ma vështirë me ditë të cekurve se sa me dalë balë për balë me anmikun, po dhe me thonë. Për balë kolonën serbe të shkreptit dhe po mendoj që ka informacionet nga personat e tjera. Këto janë përgjithësi. Çka ka dosh me thonë këtu zoti Alidi sipas juve? Ka qenë shumë vështirë. Për me ka qenë shumë vështirë. Qaq vështirë sa me krahasu mi dal për ballë kolonës serbe? Jo, ai po thot. Po den kundërshtrimin e tij. Ma lehtë kisha përballu me dal ballas kolonës serbe se mu marr me punë që jemi marrë në Azemi. Pse sipas juve? Po sepse thash organizimi që organizum.
Gjelozi e madhe, kundërshtar plot, kanë funksionu shërbimet administrore dhe ato shumë, po jemi marrë, dhe me thonë, jemi marrë me gjithë shka. Pej pejve për të plagosunit, e dejtë helikoptera të bajt plagosunit, pej tanaseneve, edhe politika, edhe diplomacia. Koncentrimi ka qenë 100%, lodhja ka qenë shumë e madhe,